لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet i takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij. Vazhdojmë me vargun e ligjëratave historitë e pejgamberëve në Kur'an. Jemi tek historia e Musës dhe Harunit alayhim salam. Musa alayhis salam ishte në loginën Tuva. Vazhdim Allahu i thot Musahut ashtu siç ka ardhur në surën Taha, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Thot Allahu, unë të kam zgjedhur ty, prandaj ti dëgjoj ata që po të shpallën tyje. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Për të vërtet, thot unë jam Allahu. Thot s'ka zot tjetër përveç meje. Prandaj vetëm mua më adhuro dhe fal namazin për të më kujtuar mua. Kështu pja shpall Allahu subhanahu wa taala Musës alayhis salam. I thot unë jam Zoti yt, të zgjodha ty prej krejt krijesave të mia, të veçova ty me diçka të veçantë, të veçova me profeci, me pejgamberllok. Pra ja e bani pejgamber, ja shpalli pejgamberllokun Allahu Musës alayhis salam. Në moshën 40 vjeçare. Kemi thënë se këtë pejgamberve Allahu ka sjell shpalljen në moshën 40 vjeçare. Se mosha 40 vjeçare është mosha që njeriu është i pjekt. Ka thënë Allahu qala ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin. Tha Allahu o Musa, unë të gradova ty mbi njerëzit me shpalljen dhe me të folur tim. Pra Allahu i ka fol drejt për drejt Musës alayhis salam. Të zgjodha të veçova ty ndaj të gjithë njerëzve në këtë kohë. Andaj ndëgjo se çka jam duke të shpall ty. Ai që po të thërë të Musa, edhe ai që po të thërë të Musa, thot, unë jam Allahu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu i madhruar në vazhdim, i shfaq Musës alayhis salam mrekullit, se ai është pejgamber. Allahu se që pejgamberi ka thënë një mrekulli, që mu veçu prej njerëzve tjerë. Çka janë mrekullit? Kemi thënë se mrekullit apo mucizet janë dukuritë e jashtëzakonshme që i te kalon ligjet e natyrës. Smurt mi bëu dikush me ligjet e natyrës, me ligjet e kësaj bote. Këto mund të bëjë vetëm Allahu subhanahu wa taala me dijen dhe me fuqinë e tij. Edhe pja shfaq dhe pja jep Allahu dy mrekulli kryesore Musës alayhis salam. E para është shëndrimi i shkopit në gjarpër. Pi thotë Musa, hidhe shkopin që e ke në dorën tane. E Musa alayhis salam e hodhi shkopin, e shkopi për më njëherë u shëndrua në gjarpën. Gjarpër që lëviz shumë shpejt. Ose si që shtojnë dietarët, ose sipas kuptimit tjetër, sa ai gjarpër ka lëviz shpejt, si të ishte gjin apo si të ishte shejtan. Kur e pa Musa alayhis salam shkopin që u bë gjarpër, u frikua. Dhe është prej natyrshmërisë së njeriu që mu frigu. Prej kafshëve të rrezikshme, prej sendeve që na rrezikojnë, është prej natyrshmërisë së njeriu që njeriu mu tut, mu friku ndonjëherë.
Allahu i thotë o Musa, mos u frikon nga i gjarpër, sepse ti je i sigurt, ti je i mbrojtur, ti je pejgamberi imi, edhe pejgamberët nuk frikohen, sepse unë i mbroj ata. Allahu ka garantuar se ka më mbrojt Musa alayhi salam. Qala khudha wala takhaf sanu'iduha sirataha al-ula, fa ka pa ata. E mos u friko, se ne do ta kthejmë ato përsëri në gjendjen e mëparshme. Pra Musa alayhis salam e kapi atë gjarpër dhe gjarpëri u shndrua më njëherë në shkop. Allahu e bani prej gjarpër, prej shkopit më bë gjarpër edhe prej gjarpit prap më bë shkop. E kjo ishte prej mrekullive që Allahu ja dha Musës alayhis salam. Kjo ndodhi për Musën alayhis salam ishte edhe si para përgatitje, nga shkopi ka më një element shumë i rëndësishëm në misionin e tina, në pejgamberllokun e tina, se me këtë shkop ka me sfidu Firaunin, me këtë shkop Musa alayhis salam ka me sfidu këtë magjistarët asoj kohe, dhe këtë ka me mund që do të flasin pastaj me lejen e Allahut. Edhe mrekullia e dytë, shëndritja e dorës. Allahu po i thotë o Musa, fote thot dorën tënde të djathtë në gjij. Fote dorën tënde në këtë pjesë, edhe kur ta nxjerr Musa alayhis salam, dora i shëndrit. Dhe kjo ishte mrekulli prej anës Allahut subhanahu wa taala. I ka shëndrit edhe i ka shkëlqyer dora Musës alayhis salam, sikur hauna kur është 15 ka bo dritë dhe ka bo nur. Musa alayhis salam frikohej shumë nga faraoni, sepse e njihte shumë mirë, kishte nejt gati 30 vite në pallacin e tij, kishte nejt me faraonin 30 vite. E dinte se çfarë kriminali është. Edhe Musa alayhis salam e kishte vrarë një njeri. Edhe për kësaj u frikonte se faraoni me ushtrinë e tij e kishte njeh Musa alayhis salam për me vrarë. Mirë, po nuk kishte arrit, se Allahu e kishte shpëtuar Musa alayhis salam dhe e udhëzoi që me shku në Median. Dhe tash prej Medianit do të më kthy Musa alayhis salam prap në Egjipt, prap tek familja e tij, më kthy prap tek faraoni edhe me sfidu faraonin edhe ushtrinë e tij. I thot o Musa, këto dy shenja, shkopi dhe dora, janë dy shenja të forta, të pamposhtra, të cilat do t'ja paraqesë faraonit dhe të tjerëve, por me dëshmu se ti je i dërguar i Allahut. Pra Allahu ja ka dhënë këto dy mrekulli Musës alayhis salam, që mi ja dëshmu të tjerëve se Musa alayhis salam tash nuk është njeri i thjesht, është pejgamber, është i dërguar i Allahut, që Allahu e ka dërguar me thirr popullin e tij në Islam dhe në iman, me thirr në tauhid dhe në shahadat. Allahu i madhruar i foli Musait, i tregoi disa nga argumentet e tij të mëdha, dhe pasi u përgatit Musa alayhis salam, erdhi koha për me ngarku me misionin e shpalljes, me misionin e thirrjes, me misionin e davetit që mi thirr njerëzit në fe. Musa alayhis salam nuk dinte se çka do të bëhej me të. Se çfarë ka me urdhëru Allahu subhanahu wa taala, Allahu i tha, shko te Firauni, Allahu i thotë Musa, shko tek Firauni dhe thirr ata në Islam. Tregoj se Allahu është një dhe nuk ka zot tjetër përveç se Allahut. I thot ai nuk një zot tjetër. Ai bile i thot vetit zot. Ai ka masakruar njerëz, ka trajtuar njerëz. Ai është një kriminal i pashoq, s'ka pas kriminal në atë kohë më të madh se faraoni. Edhe po thot ti duhet të shkosh tek ai dhe mi ja të rrejt vërejtja, me thirr në Islam. Mi ja rikujtu vdekjes edhe faraoni ka vdekur një ditë. Mi ja rikujtu ringjallën se do të ringjallë dhe do të mirët në llogari para Allahut subhanahu wa taala. Lejmu përmend se në këtë kohë ka qenë përhapur magjia. Dhe Allahu pia jep një mrekulli Musës alayhis salam që ka mi sfidu këtë magjistarët, që kanë mu çudit kur shkopi do të bëhet gjarpër. Allahu ka thënë në Kur'an, ai tha o Zoti im, un kam mbytur një njeri prej tyre. E frikohem se do të mbysin. E vëllau im Haruni është morator se unë, andaj dërgoj ata si ndihmës për mua, që t'i vërtetoj fjalët e mia, unë vërtet kam frikë se ata do të quajnë gënjeshtar. Musa alayhis salam po kërkon ndihmë prej Allahut subhanahu wa taala, që m'ia dhon Harunin vëllaun e tij si ndihmës. Haruni ishte vëllai më i madh i Musës alayhis salam. Kishte lind para Musës alayhis salam. Pa kime cek edhe ka vdek para Musës alayhis salam. Dhe tha, ne do të forcojmë ty krahun me vëllaun tënd, dhe me argumentet tona do t'ju japim pushtet juve dyve, ashtu që ata të mos mund m'ju ofru juve, me mrekullit tona ju dy, dhe ata që do t'ju pasojnë do të jenë nga gënjimtar. Pra,
Musa a.s. për lutë Allah dhe Allah pi përgjigjit Musa a.s. Pi a pranon lutjen. Edhe pi a jep si shoqërues Harunin, edhe pe shpall si pejgamber minjar Harunin a.s. Allahu i madhruar ju përgjigj Musa a.s. dhe ja lehtësoi të folurit, se Musa a.s. nuk ishte shumë orator, ndërsa oratori i madh ishte vllau i tij Haruni. Ja saktoi vllaun e tij si shoqërues dhe si ndihmës, dhe e bëri atë pejgamber. Ashtu siç e ka thënë Allahu në surën Taha, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Musa ta uzotem, ta zgjerova gjoksin tim. Lehtësoma punën time. Më mëson që me pas punën time të lehtë, misionin pejgamberllëkun me pas të lehtë. Më zgjidh nyjen e gjuhës time, që me fol mirë, me fol sakt. Yafqahu qawli, që ta kuptojnë fjalën time. Thot më cakton një ndihmtar nga familja ime, Harun e akhi, vllaun e tij Harunin. Cakton më që më kon ndihmë si imi. Që të ma forcosh fuqinë time. Bëma ortak në punën time. Çka me bë ortak? Me bë ortak në pejgamberllëk, me bë ortak në thirrje. Subhanallah, sa njerëz janë ortak në për punë dunjas, ortak në për biznise, ortak në për tregti, ka që janë ortak në për harame të ndryshme, ndërsa Allahu subhanahu wa taala Musa a.s. pia ban ortak Harunin, në çka? Në pejgamberllëk, në çka? Në davet, në thirrje, mi thirr njerëzit në Islam dhe rrugën e drejtë. E vërtet thot ti ai që na sheh dhe na i di punët. Allahu tha kërkesa jote u pranua o Musa. Po ta pranoj kërkesën tënde. E kur i tha Allahu kërkesa jote u plotësua Musa, thot Ibn Abbasi dhe Hasan al-Basriu, se në atë moment Haruni është shpall si pejgamber. Mirë po, Haruni ti vjen shpallja, ndon se nuk e merr gradën si resul, po ishte nebi. E kemi se këna shka dallimi resul dhe nebi. Pra nebi është i dërguar pa libër, pa sheriat, pa legjislacion të ri. Por ka qenë vetëm pejgamber, ndërsa Musa a.s. ka qenë pejgamber me legjislacion të vetin, me sheriat të vetin. Allahu të vratin ja ka zbrit Musa a.s. që është prej librave më të mëdhej. Shumë ulemat të vjetër kanë thënë se nuk njihet në historinë e njerëzimit se sa ja ka po hajrin, dikush vëllau se sa ja ka po hajrin Musa a.s. Harunit, apo Haruni Musës. Ai jo vetëm që ja dha vëllaun e tij Harunin për ndihmëtar, që e bëri pejgamber, por Allahu subhanahu wa taala e siguroi Musën se ti shko tek faraoni, thirrë në Islam dhe mos u tot, se s'kan me të mujt me të bë kur gjë. Allahu po garanton për sigurinë e Musës edhe të Harunit. Pas kësaj bisede me Allahun e lartësuar, Musa kthehej tek familja tina, por jo sikur se është largu më herët, si njeri i thjesht. Tash mbi supat e tij e kishte një mision shumë të madh, shumë të rëndë. E priste një punë shumë e madhe. E priste misioni pejgamberik, mi thirr njerëzit dhe me thirr popullin e tij në Islam dhe në tauhidnjëshmërinë e Allahut. Njerëzit e adhuronin faraonin, Ben Israilet po vriteshin, po maltretoheshin, gjendja e tyre ishte shumë e keqe. Musa a.s. shkon tek familja e tij me gëzim që takohet me ta. E Harunit vetë se i kishte ardhur shpallja dhe ishte i informuar për misionin e vëllaut tina, andaj edhe nisën për tek faraoni. Prej Medjenit, kemi thënë ku është Medjeni, është në veri perëndim të Arabisë Saudite. Tash po nisën për në Egjipt për me shku tek faraoni. Kur shkojnë tek dyert e faraonit, te dyert e pallatit faraonit, i pyesin rojtarët: "Kush jeni ju?" Musa a.s. thot: "Najna të dërguarit e Allahut, që Allahu na ka dërguar. Na ka dërguar dhe na dojna me taku faraonin." E thuhet se Musa a.s. dhe Haruni kanë prit një kohë të gjatë tek dera, derisa i ka pranu faraonin në pallatin e tina. Thot ne të dy jemi të dërguar të Allahut, Zotit të gjithësisë, jemi pejgamber tina. Allahu xhaleshanu thot mua dhe Harunit na ka dërguar pejgamber të ti dhe tek popullit. Prandaj besoja Allahun, Zotin e gjithësisë, krijuesin e çdo gjëje. Po nisi edhe pi banda vet. Musa alayhi salam. Faraoni u çudit nga ajo që e pa. U çudit nga ajo që ka dëgjoj.
Ata I tha, ne jemi të dërguarit e Zotit të botrave. Neve Allahu na ka dërgu. E atëherë Firauni e njohui Musa a.s. E njohu mirë Musa a.s. se kush është. Edhe pasi që e dëgjoi Firauni thirrjen e Musës në Islam, pasi që e dëgjoi duke thirrë me adhuru vetëm Allahun dhe askën tjetër përveç tij, atëherë Faraoni nisi m'ia kujto Musës a.s. Thot, nuk duhet na kishte thonë ti këtë sen se ti e rrit në shtëpinë tonë, në pallatin tonë. Ti e rrit në mbikëqyrjen tonë. Thot, a nuk të kemi rrit na? A nuk të kemi mbikëqyr na? Derisa u rrit edhe u bën e bukur. Kjo ç'është? Faraoni ka nisë dhe t'ia kujton të kalumën Musës a.s. Thot, nuk duhet, nuk I shkon mirë me ndodh kjo. Kjo që e bën ti hiç thot nuk është e mirë. Ti ke dal kundra meje. Edhe ti ke dal kundra stilit të jetës tonë. Sa thot Faraoni që ashtu e ka pas stilin e jetës, më thonë unë jam Zot, edhe ka di që sa Zot. E ka di që ka me vdek edhe ka me përfundu pushteti I tij, mirë po e ka konsideruar vetën si Zot. Musa a.s. pastaj Faraoni pia kujton, a di ti që e ke vrarë një njeri? Pia rikujton Musa a.s. dhe Musa pi thot, unë e di që e kum vrarë atë person. Ai se ka merituar me vrarë, por unë pi thot e kum bë pa qëllim. Se kërkush me grosht nuk e vran kërkan. Kështu pi thot Musa a.s. Musa a.s. thot, nëse ti më dëgjon edhe e beson Allahun për Zot e mua për pejgamber, ki me shpëtu për gjithmonë. Mirë, po nëse nuk e beson Allahun për Zot edhe nëse nuk unë beson mu si pejgamber, atëherë ka me shkatru Allahun subhanahu wa taala. Pe kërcënon Faraonin Musa a.s. Nëse s'ki me besu Allahun dhe pejgamberin, ti ki me qenë prej të shkatruarve. Kur Faraoni e dëgjon këtë fjalë e pyet Musa dhe Faraonin, qale Firaunu wa ma rabbul alamin. Firauni po pyet, e kush është ky Zot? Kush është ky Zot I botrave? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Ai tha, ai është Zoti I qiejve dhe I tokës. Dhe I gjithçka që gjendet midis tyre. Pra Allahu është ai I cili ka kriju qiellin dhe tokën. Çka ka në qiell dhe çka në tokë ka kriju Allahu. Edhe çka gjendet midis qiellit dhe midis tokës, Allahu është krijuesi I tyre, nëse bindeni jo, nëse e kuptoni të vërtetën. Musa a.s. nisi mi sill argumente Faraonit. Argumente të ndryshme se Allahu është Zoti krijuesi I gjithësisë. Mirë po ai vazhdonte me kundërshtu Musa a.s. Mirë po s'kisht më argumente. S'kisht më fakte. S'kish ka mi thonë Musës a.s. E ka cekë Allahu në Kur'an. Musa tha, a dhe nëse të sjell ndonjë argument të qartë, ai tha sille pra nëse e thua të vërtetën. Thot nëse e thua të vërtetën, sill argumente. Ai tha sille pra nëse e thua të vërtetën. Atëherë Musa e hodhi shkopin e vet. Dhe shkopi u shndrua në gjallë për të vërtetë. Kjo është argument që me bind Faraonin se Musa a.s. pejgamber, se Allahu e ka dërguar Musa a.s. E nxori dorën prej xhepit, kur ja dhe ajo në sy të shikuesve flakëronte nga bardhësia. E nxori edhe mrekullinë e dytë. E nxori dorën prej xhepit, mirë po thonë detart, prej xhepit e ka pas fjalën, e ka nxjerr dorën prej bluzës që e ka pas në kraharor, kur e ka nxjerr, ka shëndrit dora e Musës a.s. Ja dha këto dy argumente, se unë jam pejgamberi Allahut dhe nuk jam gënjeshtar. E Firauni, parisë tina që e rrethonin u tha, vërtet ky qen ka magjistar shumë jaft. Ky ka një magjistar shumë I Zoti. S'pas na po magjistar si ky. Që me magjinë e vet dëshiron ju të bëj nga toka juaj, e çka më propozoni mua? Ti thot magjistarëve, çka po më thoni? Çka më bëna? E paria magjistarët I thonë, shtyja atë dhe vëllaun e tij çështën e tyre për më vonë. E ti dërgona për qytetet të buës. Dërgon njerëz na për qytete mi të bu këtë gjithë magjistarët. E ati vejnë edhe të asaj kohë. Që ti sjellin të gjithë magjistarët e dishëm këto. Pra ka kërku Faraoni, këtë magjistarët e asaj kohë, që në më të dishmit dhe më të fortit të asaj kohë, mi sjell tek Faraoni. Faraoni e mori parasysh kërkesën e parisë së tij për me shtyje. Me ndal debatin edhe marr pastaj prap. Urdhëroi që ata të mblidheshin nga I gjithë vendi në ditën e caktuar dhe në një vend të caktuar. Që ka thënë Allahu Musa tha, koha e caktuar le të jetë dita e festës, në mënyrë që njerëzit të tuboheshin para dite. Egjiptianët
në atë kohë e kishin një fest. E kishin një fest ku mlidheshin i madh dhe i vogël në bregun e Nilit. E në këtë ditë feste që më pas sa më shumë njerëz. Mi u arrit thirrja e Islamit mi u arrit njerëzve e caktuar këtë ditë. Që më pas sa më shumë njerëz. Që më u bë davet njerëzve. Pasi faraoni i bani të gjitha përgatitjet dhe erdhi koha e caktuar, që koha e tubimit, koha e debatit, filluan më të bu dhe më mbledh njerëzit. Më pas doli edhe faraoni me parinë e tina, e zuri vendin e vet në pjesë të caktuar. Arritën edhe magjistar, thuhet se janë konë 72 magjistar apo më shumë se 72 magjistar. Për çka? Me sfidu Musën a.s. Me sfidu mrekullin e Musës a.s. që adha Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe faraoni po ju flet magjistarëve sikur se tamam që ju flet trajnerë lojtarëve di para lojës, para luftës. Edhe faraoni ju premton magjistarëve dhe Paris së vet shpërblime të mëdha, dhurata të mëdha nëse e mundin Musën a.s. Natyrisht edhe Musa a.s. me vëllain e tij Harunin erdhën në kohën e duhur dhe erdhën në vendin e duhur. Musa a.s. kur i pa magjistarët se përin të gatshëm për ballafaqim, deshi mo njëherë me autorejt vërejtjen, para se me dal në duel, para se me dal në luft, apo në debat ja autorejt vërejtjen, për thot, të mirët jo, mos trilloni ndaj Allah ndë një gënjeshër, ndë një shpifje, e t'ju shkatroj Allah me dënimin e tina. Që para se me nis, pi paralajmëron Musa a.s. Thot, me pas frikë Allah, thot mirët jo, mos bani naj gënjeshtër ndaj Allahut, mos bani naj rand ndaj Allahut, që Allah më ju shkatru. E pa dyshim se ai që shpif ndaj Allahut, ai ka dështuar keq. Ata polemizuan për çështjen e tyre, thot Allahu, por biseden e bënën fshohurazi. Magjistarët thuhet se thanë, nëse ajo që vepron Musa a.s. është magji, na kena me mujt ata. Aba nëse është diçka tjetër, na nuk mujna me mujt. Kështu po thojnë magjistarët, se ato ishte magjistarët më të fortë asaj kohe. Nëse Musa a.s. bën magji, na kena me mujt ata patjetër, a nëse diçka tjetër, na nuk mujna me bë kur gjë. Sepse i thanë këto fjalë thina, nuk janë fjalë të magjistarit. Ky shka po fol, nuk janë fjalë të njëri që bën magji apo që shpif apo që ran. E ditën magjistar. Në vazhdim Allahu na tregon se si ka ndodhur ngjarja, se si ka rrjedh ngjarja, si ka rrjedh situata, pasi që magjistarët dolën duel dhe luftë. Mirë po, jo luftë fizike, luftë me argumente. I thojnë Musa a.s. ti ke mundësi të zgjedhësh cili ka me gjujt shkopin i pare. Musa a.s. pa ju kujtuar fare, tha jo, tha hedhen e jo shkopin i herë. Musa a.s. deshti me dhanë përparësi, sa ata i dhanë përparësi një herë. Allah ka cekë në Kur'an. A i tha, ju jo, thot hedhen e jo, hedhen e shkopin jo. Kur ja, ati ju duk se nga jo magji e atyre litarëve dhe shkopin të lëvizën si gjarpëri. E Musa u ndjeju në vete një farfrike. Kur i hodhen shkopint magjistarët e faraonit, ju duk Musës a.s. dhe ju duk njerëzve tjerë, sa ato janë duke lëviz. Mirë pa thonë fakt nuk lëvizshin, mirë pa ishin magji që e qenë bo magjistarët. Atë magji ja bërën edhe Musës a.s. që mju duk që shkopit lëvizin. Ne i tham atina, mos ke frikë, është mëse e sigurt se ti do t'jesh triumfuar sa Musa, thot mos ke frikë, mos u shqetëso. Thot tani hidhe atë që e keni dorën tënde të djathtë shkopin, që ti gëlltis ato që i bën ata, sepse ajo që bën ata nuk është asgjë tjetër përpose mashtrim magjistari, e magjistari nuk ka sukses kudo që është. Parando magjistarët në duart e tyre i kishin shkopit dhe i kishin litartë. Kështu që i havën dhe ato fillon me lëviz. Njerëzit fillon me u dok që këto përmeja ato lëviz, ato ishin magji. Magjistarit ju bën të njerëzve magji. I bënë edhe Musës a.s. Mirë, në fakt ata as nuk lëvizën, po vetëm ju shdok atyre. Qale alqu falamma alqaw saharu a'yun an-nas, ai tha hidhni ju. E kur i hodhën ata shkopit e litarët, ma gjepsën sytë e njerëzve magji. Shtet se ka Allahu në Kur'an. Allahu do me qetësu robin e tina, do me qetësu Musën a.s. Thot mos u friko Musa për ata që banën ata. Çështja e tyre është thjesht një magji, s'është e vërtet. Asgjë më shumë, ndërsa tuat janë mrekulli, thot nuk janë magji.
Ti je në hak ndërsa ata janë në të kotën. Ti thot Allahu Musës, ti ki me ndadhni, ti ki me fitu. Dhe i thot hedhe shkopin që e ke në dorën tënde të djathtë, kurse ata do të posojnë humbje. Thot hedhe shkopin që e ke në dorën tënde, ai shkop do të shndrohet më një herë në një gjarë par. Do t'i gëlltis krejt ato shkopit dhe ato litarë që kishin hedhë ato, këtë ato gjarprit, kish mi gëlltit shkopi i Musës alayhi salam që u shndrua në gjarë par, të cilët në sytë e njerëzve janë bërë kinse janë gjarprinj. Në fakt nuk janë kanë gjarprinj. Shkopi i Musës alayhi salam më një herë kur e hodhi Musa alayhi salam u shndrua në një gjarë për të madh, i cili shkop lëvizte me një shpejtësi shumë të madhe, edhe i gëlltiti të gjitha shkopit, edhe të gjitha autoritarët e atyre magjistarëve. Edhe kështu magjistarët u çuditën në një çuditje të madhe. Atëherë magjistarët të ranë këtë në sejdë dhe thanë, ne e besojnë Allahun Zotin e botrave. Kështu magjistarët e panë që kjo nuk është magji, ato ishin baba i magjisë. Ato ishin profin magji. Thanë, kjo nuk ka magji, po kjo është prej Zotit të botrave. E panë se kjo është mrekulli prej anës Allahut subhanahu wa taala. Dhe i thanë, ne e besojmë Zotin e botrave, Zotin e Musait dhe Zotin e Harunit. Firauni tash pi thot magjistarëve, i besuat atij, para se t'ju lejoja unë, s'ka dyshim se ai Musa është prisi juve, ai u ka mësu juve magjin. E pi thot Firauni, keni me marrë vesh më vonë, se keni me pa më vonë. Do t'ju ka pus duar dhe këm tuaja tërë tharazi. Dhe do t'ju kam ju krizu juve, thot, kam ju gëzhdu juve të gjithëve. Ata thot, s'ka rëndësi, na i kthehemi Allahut subhanahu wa taala. Ne shpresojmë se Zoti ynë do të na falë gjunat, me që jemi besimtarë të sinqert. Qëre, magjistarët e besuan Allahun, e besuan Musa dhe Haruni për pejgamber. I kërcënoi Firauni me një kërcënim të madh. Kam i krizu, kam i gëzhdu, kam i vra. Mirë pa ai që pendohet me pendim të sinqert, s'kthehet më në kotën. Nuk kthehet më në batel, s'kthehet më në kufër dhe shirk. Edhe kështu magjistarët e Faraonit nuk u kthin më në gjendjen e kaluar, po u bën musliman. I ranë sejdë Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është pjesa e sodit, historia e Musës alayhis salam, historia e Musës dhe Harunit që e patën me Faraonin, me njërin prej zullumçarëve më të madh asaj kohe, që ishte në Egjipt. Pra sigur se Faraoni ka qenë mbret, o shujt Faraon në Egjipt. Në Persi, Kisra ka qenë mbret i Persijës, o shujt Kisra. Sikur se edhe në kohën e Osmanive, mbreti o shujt sultan. Kështu edhe Faraoni, mbreti o shujt Faraon në kohën e Musës alayhis salam në Egjiptin atëhershmet. Allahu na fal dhe na mëshiroft, edhe të gjithëve në xhenet na takoft. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.